Shumë do të filloj një hadith është shumë i gjatë, ka dy faqe, një faqe, dy e gjimës. Do më thonë, kretë muhabeti bëhët për këtë hadith. Edhe unë këtë temën jam të e bëhën për këtë hadith. Edhe nuk kam qef këtë hadith tash me e sqaru, me ma trunin tem, por jo, kina me lezu, kina me përthiga dhe ka dalë që kam qef ta kuptoni se si e ka jetën muslimani i mirë edhe si e ka jetën jo muslimani ose zullumqari. Jam duke fol kur t'ja marrë Allahu shpirtin çka ndodh matë. Sheikh Albani këtë hadith e ka bon sahih, këtë hadith sahih e ka Ahmed ibn Hanbelin librin e tij Musnad, Ibn Hibban e ka bon sahih, El Bayhaqiu në Sunenin e vet, Imam An-Nasaiu dhe Imam Ebu Davudi. Kretë këta, këtë hadith kanë thonë sahih. Edhe Sheikh Albani, Muhammed Nasiruddin Albani, rahimullah, thot hadithi janë sahih. Këtë hadith e transmeton nga pejgamberi Islam Al-Barra ibn Azib, radhiyallahu anhu. Al-Barra ibn Azib, shumicën e haditheve që kanë të bëjnë me ditën e gjykimit, me vdekjen, i transmeton Al-Barra ibn Azib. Thot, një ditë prej ditëve, kemi dalë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me varros një njeri prej ensarave. Ensar janë ata që kanë jetuar dhe kanë qenë të Medinës. Pastaj pasi e varrosëm ul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afër varrit dhe afër atij që kemi varrosur dhe tha: "Asta'idhu billahi min adhabil qabr." Si themi asta'idhu, çka asta'idhu? Kur thot njeri e udhu billahi, do njëherë thue e udhu billahi mine shejtani rrajim, o Zot më mbroj nga shejtani i mallkuar, min për këtë rast themi e udhu billahi min adhabil qabr, o Zot në mbroj nga dënimi i varrit. Kur qkoni me varos, do njëherë dika, nëse nuk mundi arabe shqip, e thoni o Zot mbroj këtë vllaun ose këtë motrën tonë nga dënimi i varrit. O shumë çështje dhe shumë punë serioze kjo punë e varrit. Sepse ne e krim obligimin shpejt, mirë po, ai që hin varr pas e nes ballafaqohet. Thot ista'idhu min adhab billahi min adhabil qabr. Dy herë ka thon, tre herë ka thon. Pejgamberi sa më kërkoni nga Allahu t'ju mbron nga dënimi në varr. Pastaj transmetuesi thot pasi që i tha këto fjalë, filloi pejgamberi sa me sqaru diçka tjetër dhe tha: Innal abdel mu'min. Tash jemi duke fol për muslimanin, kur vdes muslimani. Idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah. Kur vjen koha me amar shpirtin melekul mauti, Azrailit e ne i themi, njeriu i cili është musliman, nazala ilayhi min as-sama'i malaikatun. Allah i dërgon disa melaike tjera prej qielli, bidul wujuh, me fytyra të bardha, ka'anna wujuhahum ash-shamsu, kur ti shohësh fytyrat ata sikur me e pa diellin. Ma'hum kafanun min akfanil janna, me vete e kanë qefinin nga qefini i xhennetit që e kanë marrë. Wa hanutun min hanutil janna, edhe kanë një parfem nga parfemet e xhennetit. Fayajlisunahu minhu madd al-basar, edhe ulën ma atë njeriu flasin disa sekonda. Thumma yaji'u malakul mauti, kjo ndodh para se me vdek, disa minuta. A e keni vërejnë të njeriu kur vdes ama duke u posqesh, ti të duhet me qku menja pse qesh ataj, se me siguri ka po me lajket me fitirat bukula. A ma e kitë një kër vdes me zënzor, do të mini vesh pëse o nëzor. Thot pejgamberi a.s. Thumë me jeqiu melekul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul. Vjen me laqja që me shpirtin dhe i ullet njeriu të koka, afër kokës dhe i thot: Ja ayyatuha an-nafsu at-tayyiba, o ti shpirti mirë, ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan. Dilti nga ki trup, sepse Allah është i knaqë dhe ti ka falë gabimet ti. Fa të khruju fa të silu kema të silu l'katratu
min fis-siqai fa ya'khudhuha. Ta përkthej pak ma shqip që na ta kuptojmë më mirë. Këtij njeriu Melekul Mauti ja merr shpirtin, sigur me nxerr nga plini ose nga qumshi ndonjë diçka, për shembull një kime. E ke pa në qumsh, a zor me nxerr? Jo, vetëm me nxerr mirë. Çto do të thonë Allahu xhaleshanu urdhon me ja marr shpirtin atij që është musliman. Fa idha akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat ayn. Kur ta merr këtë shpirt Melekul Mauti, nuk e man shumë në dorë të veta. Fa yaj'aluha fi dhalika al-kafan. Por po se e vendoste që i qefini që e prun me lajke tjera për gjennetit, wa fi dhalika al-hanut, edhe e parfimosin me qatë parfemin e gjennetit, fa yakhruju minha ka atyabi nafsin, ka atyabi nafhatin miski wujidat ala al-ard. Edhe ai parfem do të jetë parfemi më i bukur dhe më erë më të mirë që ndonjëherë e ka nuhat ai i cili ka vdek. Fa yasaduna biha fala yamurruna ala mala'i min al-malaika illa qalu. Edhe Melekul Mauti e merr me malaike tjera shpirtin edhe fillojnë me shku për pjet, nalt. Kjo kret ndodh para se me e varos. Tash e kuptoni që unë kam qef du t'jemi qartë këtë çështje që mos t'i përzi meselë. Do me thonë, kjo ndodh para se me e varos mrenda në varë. Shpirti. Por edhe shpirti shkon edhe ecë, ndërsa ne trupin e varosim, apo? A derisa ne përgatitim me e varosim trupin, shpirti ecë me këta me lajke. Dhe vazhdon dhe tregon pejgamberi alayhis salam. Shkon të qilli i pari diti e të i thonë, ma hadha ruh e tajib, kush është ki shpirt i pastër me erë të mirë? Thonë me lajket, fulanun ibni fulan, fulani djali fulanit, ose filanja, vajza e filanit, bi ahseni esmahi leti kanu ju semmunehu, me emrat më të bukur që ja kanë thonë në vend edhe në atë jetë, do me thonë për këtë botë, hatta yantahu bihi ila samai dunya, derisa dalin për qiellin kësaj bote, fa yastaftihuna lahu fa yuftahu lahu, pastaj shkon qiellin e parë ditin, derisa mrin në qiellin e 7, fa yaqulu Allahu azza wa jall, kur mrin shpirtin në qiellin e 7 me melajke tjera, Allahu thot uktubu kitabe abdi, shkruaje këtë emër, këtë rob, këtë shpirt, fi illijin, të robët e mi më të ngritur dhe më të mirë. Wa aidu abdi ila al-ardi, edhe kthejnja këtë shpirt në tokë. Fa inni minha khalaqtuhum, sepse unë si Zot nga tokë i kam kriju. Wa fiha uiduhum, edhe në tokë kam i kthi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dhe nga toka kam i ringjall për së diti herë. Fa tuadu ruhahu, i kthehet shpirti. Fa yatinehu malakani, i kthejt shpirtin trup. Tash kjo i kthejt shpirtin trup duke qenë varë. Do me thonë ne kemi varos njeri unë, po kemi varos. Tash shpirti i kthejt trup. Edhe i vind dy me laike, njone e ka emnin Munker, njone e ka emnin Nekir. Edhe ullën ati ty mendo sa do që vori i vogël, sa vori 2.70, sa vend ka, sa dush ka vend. Nëse ke qeni mirat, bëhet me kilometra i gjantë. Nëse ke qeni keqa, 2.70 bëhet gjimës me 25. Po keni me e kuptu, pas te kur flasë për atë që nuk ka musliman ose zullumqarë se si i ngushtohet vori. Këto ti me lajki të thonë, men rabbuke, kush o zoti jotë? Thotë, rabbi Allah, zoti im është Allahu. Men dinuke, ose ma dinuke, kush është feja jote? Feja im është Islami. Dhe ma hadha rregull alladhi bu'itha fikum, cili ka qenë i dërguar i fundit që ka ardhur ju? Thot Muhammedun Rasulullah, ai ka qenë pejgamberi ose Muhamedi. Wa ma ilmuke, a ke diturit, a diti që kanë lidhe me fen? Thot, qara'tu kitab Allahi fa amantu bihi, e kam lexuar librin e Allahut, Kur'anin, dhe kam besuar. Wa saddaqtu, edhe kam besuar dhe jam që rriq, që ndrueshëm pas asaj që e them. Fe yunadi munadi min as-samai,
edhe pastaj vjen një zon prej qielli, an sadaka abdi fa afrishuhu fil janna. Atëherë Allahu thot po, robi me ka thonë të vërtetën, edhe shtroj një avarin me një shtroje prej xhenetit, wa albisuhu min al janna, edhe vishnja me teshat xhenetit, waftahu lahu baban ila al janna, edhe hapnja një derë xhenetit, fa atihu min ruhi wa tibiha, sepse i vin ti era e mirë, fa yufsahu lahu fi qabrihi madda basar wa yatihi rajulun hasanul wajh. Pastaj pak më vonë i vin një njeri tjetër, pasi shkojnë këto dy melajket që e marrin pyetje, i vin një njeri me ftyrë të bukur, i veshur me tesha të bukura, edhe me erë edhe me parfem të mirë, i thonë fe yaqul abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Ai njeriu me fytyrë të bukur i thot, kjo është dita të cilën ta ka premtuar prej natë botë Allahu subhanahu wa taala. Edhe ki njeriu i vdekuri i thot, kush je ti? Thot, fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair, se fytyra jote është fytyra e khairit. Thot, ana amaluka salih, unë jam puna jote e mirë që e ke bën atë botë. Unë jam vepra jote e mirë që e ke bën atë botë. Rabbi aqimi sa'a, edhe ki që ka vdek, thot, o Zot, sa ma shpejt banë ditën e gjikimit. Rabbi aqimi sa'a, o Zot, sa ma shpejt banë ditën e gjikimit, hatta argjia ila ehli wa mali, sepse unë kam qef mu këthi të familja ime dhe të pasuria ime. Kjo kretë është për ata që janë musliman. Deri tash, hadithi e tregon se si ka me ndodhë për atë njeri i cili është musliman. Tash, do të ta spjegoj për atë që nuk është musliman. Por jo besimtartë. Mirë po këto, hinë edhe munafikat, edhe hinë edhe shumë njeriu që pretendon që është musliman, mirë po asë si nuk është musliman. Thot, kur i vjen disa minuta para se me marrë shpirtin me lajtja ati që është jo musliman, vin prej qielli disa melaike me fytyrat zeza, edhe me vete një qefina, më qëfar qefini, veç me e pa trishtan, edhe ullën të koka e ti, edhe pasta vjen melekul mauti, vjen me laqe e vdekjes, edhe i ullët të koka, edhe i thot, ejetuhen nefsul khabithe, o ti shpirti keq, o khruji, del nga ki trup, o khruji ila sakhatim min Allahi wa ghadab, del ti, o shpirt nga ki trup, sepse jenën hidharimin, Allah është hidharuar në ti. Fatufarriqu fi jasadi fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufudu min as-sufi al-mablul. Edhe këti shpirtin kur ja merr melekul mauti, aq dhimbshëm ja merr saqë ai keni pa do therat mëdhoja. Ama thera shumë bëj si gjilpane trash. Me bo me t'hin kam du të operaci me shku, se për ndryshe nuk shnoshësh, qajq thera keqe që. Që ashtu bani e sap një 20-30, pi lukthit me t'inzer ka e prapa ka goja. Dhimbje në normale, ma që dhënë në normal, dhimbje e normale, inshallah Allah nuk nësë provon. Ka e prapa dhe me thonë, ato therat me t'inzer prej lukthit, ka e prapa. Pastaj vazhdon dhe thot, e marrin shpirtin, edhe nuk e mbajnë shumë për se e vendosin në të qefinin e zjarit me erë të keqe, që qasoj qefini dhe qasoj ere, as njëherë në këtë botë nuk mundesh me gjetë. Edhe mundohen me lajket, me marrë, me qutë e naltë, edhe pëse më shpirti keqë. Mirë pa ato me lajket tjera e hetojnë erën, thonë, kush është ki shpirti keq me erë të keqe? Ata thonë, fulan, unë ibn fulan, djali filan, djali i dikujt, i filanit, ose vajze e filanit. Thot, a i cili në të botë e kanë quajtur me emrat më të fliqur. Edhe thot, ki shpirt e ka të ndaluar me shku në përqjet të naltë.
Edhe e kanë lexuar me lajket një ajet ku thot Allah në Kur'an: La tufattahu lahum abwabus samai. Shpirtat e muslimanëve nuk guxojnë me depërtu sepse nuk i hapen derrat e qiejve. Fa yaqul, atëra Allahu xhela shanu thot: Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Këtë shpirt shkruaje në librin edhe të njerëzit më të fllihur dhe më të këqij, edhe që do të jenë në xhehenem. Fatutrahu ruhahu tarha fatuadu ruhahu fi jasadihi. Pastaj ky shpirt me lajket e kthejnë trupin ku e kemi vendosur në varr. Edhe vin dy me lajke Munkeri dhe Nekiri dhe marrin pyetje. I thon: "Man rabbuk?" Kush o Zoti jot? Ki thot: Habit. Nuk e di. E di çaj se njeriu kur habitet në gojën e hap, pit habitmës. Edhe ki u habitet se se dia, kush o Zoti jot? Nuk e di. Thot: "Cilla është feja jote?" Veç të bën. E kush është i dërguari jot? Ai se shtet tregon, cek. Po se çka mi bë? Neve me na vet, çka jeni të bë? Ina të ga gjëru. Më tjertë kur i vesin e ki selamin sante në niftar. E me e ke që ki të thotë sasati. Ty i thu ka 3-4, hajde bërë. Po de, se me që ti kura iftari, për e mendoj që fa muslimania. E më se sa ki me këciti, sa që qekin ki me lujt. Po si do qoftë. Pastaj Allahu Gjeleshani dërgon një melejke, thot: "Robi im ka rrejt edhe shtronja prej xhehenemit në varin bënja si xhehenemit, dhe një parfimos një parfem me erë më të keqe, edhe ngushtoj një varin. Qaj që Allahu ja ngushton varin këti, sa që si ndodh kocit, qaj që më ngusht, kocit kanë mi u përzi. Për shembull, koci i hundës ka me dalë të koci i gishtit. E zvine si ta spjegoj këta, e dikur të përzijen në punt? Lamë që e dikur të përzijet? A mundesh me që përzi? Nuk mundesh. Qashtu kanë mi a përzi, oti, që ki koci i hundës, mas ka dalë, lene mos e ki këto. Që ki koci i krajt, qështu në kam e ki poshtë. Edhe i vind pastaj një njeri me fitir të zes, me fitir të keqe, me veshjet të fliqur dhe të këqia, me erë të keqe, edhe ki thot: "Kush jebe ti be?" Thot: "Unë jam puna jote që i ke bonat gotë." E qka thot ki? "Rabbi la taqim isa", o Zot, mos e ban ditën e gjikimit. Se e dina, i thot, ma mirë me hek në varë, se sa henes pastaj me hek, kur bjen prej urës siratit drejt në xhehenem. Edhe asë njëherë Allahu këta njerës nuk i largon nga xhehenem. Kjo është ai hadithi që e tregon se si do ta ketë jetën edhe punën ai që është musliman, dhe si do të ketë jetën dhe punën ai që nuk është musliman.